Një ditë më parë, në një nga lagjet e bashkisë Kuçov, drejtuesi i Partisë Socialiste për qarkun Berat, zoti Ervin Demo, i shoqëruar nga kryetari i bashkisë Kuçov, zoti Kresnik Hajdari, u takua me banorët për të prezantuar kandidatët e listës së Partisë Socialiste për zgjedhjet e 11 majit. Në takim morën pjesë qytetarë, anëtarë dhe simpatizantë të kësaj partie. Fjalën e hapjes e mbajti Ervin Demo, ish kryetari i bashkisë Berat dhe kandidat në listën e mbyllur të Partisë Socialiste. Ai falenderoi të pranishmit dhe prezantuoi planet dhe projektet e qeverisë Rama për këtë qark, duke theksuar se zhvillimi do të vijojë edhe në 4 vitet e ardhshme. Demo u bëri thirrje qytetarëve të mbështesin këtë vizion me votën e tyre në zgjedhjen e 11 majit. Më pas, mes duar trokitjesh, fjalën e mori kryetari i bashkisë Kuçov, Kresnik Hajdari, i cili theksoi rëndësinë e këtyre zgjedhjeve dhe rolin e qytetarëve në procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian brenda këtij mandati. Ai vlerësoi ndryshimet rrënjësore që ka pësuar qarku i Beratit përmes projekteve të realizuara dhe theksoi se Kuçova, si pjesë e këtij qarku, ka potenciale të rëndësishme turistike dhe ekonomike. Në përfundim të takimit, Hajdari u bëri thirrje qytetarëve të mbështesin kandidatët e Partisë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit, duke i cilësuar ata si përfaqësuesit më të mirë të qarkut Berat dhe veçanërisht të bashkisë Kuçov. Ai falenderoi pjesëmarrësit për entuziazmin dhe mirëkuptimin e tyre në këtë takim elektoral.